Akti shëmtuar i qaj dikur I vini shalë si të ndjerit Oldashi, do me thënë. Kjo është në retrospektiv 100 shkallë më poshtë, do me thënë, shiko si po ndërtojnë një realitet dhe po ndërtojnë nga media. Po ndërtojnë një realitet, po ndërtojnë një realitet sterik. Dhe publiku nuk I ndjek mediat dhe nuk e dëgjon fare. Siç nuk dëgjojnë ata emigrantët tanë që dëgjojnë opozitën, I ka quar Edi Rama, I ka quar. Ata votuan 2 fishin Edi Rama. Eurostatin Greqinë e lashti kur I falere tani se I paska quar histori tani. Zoti Rama juri me foto. Atëre, si ta gjejmë ne mesataren. Ismet Elezi që është 105 vjeç, nga juristët më të shkëlqyer që ka pasur Rusia dhe Shqipëria, nuk vlen. Po edhe Evgjenia, si quhet kjo vajza e Fierit, është e re dhe nuk vlen. Po kush vlen ka marama? Ai njeriu me 100 vepra, shiko, 100 vepra ka Ismet Elezi. Asnjë prej tyre nuk e fusin Akademinë e Shkencave se është I moshuar. Kjo tani fillon ta bëj veprën, po s'duan ta fusin në parlament se është e re. Po çush kjo? Jo, nuk është puna e të re. Të rinj ka plot. Problemi është e modeli. Dhe të re të bën ide në politikë, nuk të bën mosha biologjike. Po pse e kemi parë në ide të gjithë parlamentarët? Ora parlamentarët nuk kanë ide, në radh nuk janë detyruar të kenë ide. Sepse idetë ka partia që Për çfarë kemi parlamentin pastaj? Si? Për çfarë kemi parlamentin? Janë të detyruar të kenë një kulturë, jo, prita pas masi. Janë të detyruar të kenë, është detyruar partia, ore edhe një gurm le të bëj partia. Tani po citoj zotin Xhafa në intervistë sot, Fatmi Xhafa. Jo, po e citoj në intervistën sot. Nëse më citon Einsteinin o tjera dakord. Jo, çfarë tha, kemi një mungesë shumë të madhe në përbërjen e grupit parlamentar të juristëve tha. Kjo duhet të ishte menduar më herët. Tani, unë nuk e di e ka pas parasysh dhe qenien e Fierit apo jo, por ai tha vetë që kemi një mungesë të juristëve të formuar. Muli, thot që jam doktor, më tregon mua, ka 100 vjet doktor, shumë punëtor s'kene.